E nisim me gazetën shqiptare, zhvillimin kryesor do të kemë mundësi që ta shohim në ekran edhe me detaje. 4 tetori vitit 1994 ka rastisur ditë e martë, kështu që shohim më konkretisht. Fillon lufta e vizave, Tirana deklaron Athina na pengon, proteste ashpër e Ministrisë së Jashtme shqiptare. Aksioni detar, mbytet një klandestin shkonte tek e shoqja. Gola shënues, Batistuta mund sinjolin e Lazios, kampionat futbollit italian, Roma e Parma të pakapshme. Ecim në të tjera zhvillime, e theksoj për gjithë ata që në ndjekin dhe ndoshta nuk janë njohur me këtë rubrik, po shfletojmë, kemi në ekran shtypin e shkruar të 4 tetorit të vitit 1994. Zjarr në pyjet e rrushkullit ndërhyn ushtria, shmanget katastrofa, shqetësime pulmonare, ministri Xhulali, Safet Xhulali, është shtruar në klinik. Rubrika dje në Shqipëri me disa zhvillime të shkurtra. Gati projekti, Qafthana ndryshon paraqitjen, në brendësi Simfonia 9 e Beethoven për murin e Berlinit, një koncert në kujtim të shembjes së barrierës. Dje në përbot, me zhvillimet kryesore të 3 tetorit të vitit 1994 në përbot, Vlorë, sulm mbi 2 përfaqësues të Caritas. Në Bosnjë e Hercegovinë, aeroplani NATO-s gati i prekur nga një raket dhe së fundmi, arrestime në Brindisi, klandestin, kthehet mafia kineze. Ishte gjithçka në gazetën shqiptare të 4 tetorit të vitit 1994, pra të 31 viteve më parë. Zhvendosemi në këto momente në koha jon. Në koha jon kemi një arkiv në fakt me 4 gazeta të asaj periudhe. Gazetën shqiptare Koha Jon, RD dhe ZP. Por kemi gazetën Koha Jon në këto momente që më pas do të shndrojë edhe një media e rëndësishme po ashtu. Shqiptarët do të rikthehen kutive të votimit. Berisha, në 94 nga qenë presidenti i Republikës, ka deklaruar referendum popullor për kushtetutën, shumë çështje të tjera mbeten ende të panjohura dhe të padiskutuara. Refreni përbashkët, jemi të pafajshëm të pestët në gjykatën e apelit. Pse shkoj Xhulali në Maqedoni? Maqedoni në prag të zgjedhjeve 94, vizit shtetërore apo vizit partijake. Rëshen shtetërrethim dhe krisma armësh. Aksion blic i policisë, i cili përfundon me plagosjen në një qytetari në shtëpinë e tij. Koha jon nuk shpërndan armë, por të vërtetën që mundohet të fsheh pushteti mbi një përgënjeshtrim të MRP-s. Okej, këto ishin zhvillimet, gazeta Koha Jon, fakt, të paktën në faqen e parë me më pak zhvillime se gazetat e tjera. Përfunduam numrin e gazetës Koha Jon për 4 tetorin e vitit 1994, zhvendosemi në rilindjen demokratike në gazetën që botoi pra nga Partia Demokratike e Shqipërisë. Edhe këtu jemi me numrin e të martës për datën 4 tetor 1994. Propozoj që kushtetuta e parë e Shqipërisë e standardeve europiane të miratohet me referendum popullor. Mesazh i presidentit të Republikës Sali Berisha drejtuar popullit shqiptar. Dhe pasqyrohet faqen e parë, ndërsa në këtë foto shohim në ekran, kemi mundësinë ta zmadhojmë, shohim me detaje, është kryeministri Aleksandër Meksi, që i dorëzon presidentit të Republikës Sali Berisha projekt kushtetutën e re. Dhe i gjithë faqja e parë e lindjes demokratike, që shohim është ndarë në disa pasazhe, pra bëhet fjalë për kushtetutën e vitit 94, pra 1994. Berisha ka qenë president edhe këson dhe në RD pasqyroi mesazhi i Sali Berishës drejtuar popullit shqiptar për kushtetutën. Nga rilindja demokratike, shumë shkurtimisht edhe së fundmi, zhvendosemi në Zërin e popullit, që ishte organ i Partisë Socialiste, pra një botim i Partisë Socialiste të Shqipërisë. E shohim në ekran, gjithmonë edhe në gazetën Zëri i popullit, jemi me numrin e datës 4 tetor të vitit 1994. Editorial. Zhvillimi kryesor ishte një editorial, antikomunizmi i PD-s synon mbajtjen me çdo kusht të pushtetit. Distancimi prej Ramiz Alis nuk e dëmton as pak Partinë Socialiste, një tjetër zhvillim. Udhë të mbar në maratonën e dijes, dje u çelën sërish mbi dyert e shkollave për qindra mira nxënës, drejtuesit pronar punëtorët të humbur, nuk mund të heshtin përpara krimit, telegrafisht po nga vendi, ashtu shkruaj nga vendi dhe bota me disa zhvillime, dhe filloi në apel gjyqi ndaj
5 minoritarëve grek. Këto ishin zhvillimet kryesore edhe në zërin e popullit. Dhe kjo ishte gjithë pasqyria e shtypit për datën 4 tetor të vitit 1994, pra çfarë shkruajnë shtypin e ditës si sot 31 vite më parë.